Drejtues të bashkisë dhe Këshillit Bashkiak të Shkodrës kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule në memorialin e 2 prill 1991 nën tingujt e bandës frymore të qytetit. Kanë shprehur nderimin e tyre për 4 heronjtë e demokracisë, kryetari i Këshillit Bashkiak Olton Luli, sekretarja Sabina Danaj dhe zëvendës kryetari i bashkisë Rudin Beka. Më herët me një publikim në rrjetet sociale ka reaguar për 35 vjetorin e kësaj ngjarjeje edhe kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, respekt i përjetshëm për dëshmorët e demokracisë. Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka, sakrifica e tyre mbetet një kujtesë e gjallë se liria nuk është dhuratë, por një e drejtë që fitohet dhe mbrohet çdo ditë, shkruan qytetari i parë i Shkodrës, duke shoqëruar publikimin edhe me disa foto të para 35 viteve, por edhe të ditës së sotme.